Largimi mes vëllezërve dhe motrave ose distancimi mes tyre është prishja e marrëdhënieve që rezulton në mungesë komunikimi ose shmangje të plotë të njëri tjetrit. Ky është një fenomen që mund të ndodhë në familje për arsye të ndryshme dhe sot do të flasim pikërisht për lidhjet e këputura mes vëllezërve dhe motrave dhe si t'i riparojmë ato. Na ndiqni në programin Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Ju përshëndes të gjithave dhe ju falenderoj që na ndiqni dhe na inkurajoni përmes mesazheve tuaja. Dua ta fillojmë programin me 2 pyetje për mikeshat tona, Dena. A keni konflikte të pazgjitura me motrat e vëllezërit tuaj? A i keni shkëputur lidhjet me ta dhe e keni të vështirë të gëlltisni faktin se ata njerëz që duhet i kishit më afër janë kaq larg jush emocionalisht? Në programin ton të sotëm do të ndaj me ju disa nga shkaqet e shkëputjes së motrave dhe vëllezërve dhe se çfarë mund të bëni për t'i riparuar këto marrëdhënie. Largimi mes motrave dhe vëllezërve lidhet me ngjarje shëtësuese familjare si divorci i prindërve, vdekja e një antari të familjes dhe shkaqe të tjera që do t'i shohim mollësisht. Ai përfshin distancim emocional dhe fizik mes tyre. Ne duhet të pranojmë, pavarësisht se sa e vështirë është, se ky distancim është një proces i shëllimshëm, në të cilin të paktën njëri prej motrave ose vëllezërve zgjedh të mbajë distancë nga tjetri, i nxitur nga një marrëdhënie negative mes tyre. Kjo mund të ndodhë në mosha të ndryshme, por në shumicën e rasteve ndodh gjatë moshës së rritur. Dhe ja disa shkaqe kryesore për këtë. E para mund të jetë dinamika e fëmirisë. Largimi mes motrave dhe vëllezërve mund të ndikohet ndjeshëm nga dinamika e fëmirisë, si rivaliteti mes tyre dhe favorizimi nga prindrit. Motrat dhe vëllezërit që kanë përjetuar shumë rivalitet, pakënaqësi dhe konflikte gjatë fëmirisë, kanë më shumë gjasa të kenë marrëdhënie të tensionuara si të rritur. Favorizimi prindëror mund ta përkeqësojë këtë situatë duke shkaktuar pakënaqësi dhe duke përshkallëzuar konfliktet mes tyre. Shkaku i dytë mund të jenë dallimet në personalitet, stileve të lidhjes emocionale, preferencave në komunikim dhe përvojave jetësore. Disa karakteristika të personalitetit si neuroticizmi ose ekstroversioni i bëjnë njerëzit më shumë ose më pak të prirur të përjetojnë largim nga motrat dhe vëllezërit. Teoria e lidhjes sugjeron se ndërveprimet e hershme me prindrit apo kujdestarët mund të formosojnë stilin e lidhjes së një personi, gjë që më pas mund të ndikojë në marrëdhëniet e tij në moshë të rritur. Individët me modele të pasigurta të lidhjes kanë më shumë gjasa të përjetojnë largim nga motrat ose vëllezërit e tyre. Marrëdhëniet mes tyre mund të ndikohen edhe nga dallimet në mënyrat e komunikimit, si teknikat e zgjidhjes së konflikteve ose aftësia për të ndarë informacione personale. Konfliktet e personalitetit mund të çojnë në mosmarrveshje, të cilat janë një shkak i zakonshëm i largimit. Një shkak tjetër janë ngjarjet e jetës. Ato mund të ndikojnë ndjeshëm në largimin mes motrave dhe vëllezërve. Aftësia e një individi për të ruajtur marrëdhëniet me motrat dhe vëllezërit mund të ndikohet nga rrethana të ndryshme, përfshirë vdekjen e një prindi ose të një motre vëllai, ngjarje traumatike ose abuzive, si dhe probleme të shëndetit mendor. Për shembull, një motër ose vëllai që ka përjetuar abuzim mund ta ketë të vështirë të besojë tjetrit, apo të ndihet i sigurt në praninë e tij apo të saj, gjë që mund të çojë në largim. Shpeshtësia dhe kohëzgjatja e largimit mund të ndikohen nga serioziteti dhe koha kur ndodhin këto ngjarje. Shkak tjetër për largimin mes motrave dhe vëllezërve është keq komunikimi. Komunikimi efektiv është thelbësor për ruajtjen e marrëdhënieve të shëndetshme mes motrave dhe vëllezërve. Komunikimi i dobët, keqkuptimet dhe konfliktet në stilin e komunikimit mund të krijojnë pengesa, që e bëjnë të vështirë lidhjen edhe ruajtjen e një marrëdhënieje të fortë. Në disa raste, motrat dhe vëllezërit mund ta shmangin krejtësisht komunikimin, duke çuar në prishjen e marrëdhënies së tyre. Shkaku i pestë për shkëputjen e motrave dhe vëllezërve është trauma ose abuzimi. Çdo formë abuzimi seksual, emocional ose fizik që ndodh mes motrave dhe vëllezërve quhet abuzim mes tyre. Kjo mund të përfshijë sjellje shkatërruese si bullizimi, agresioni fizik dhe abuzimi verbal. Pasojat e abuzimit mes motrave dhe vëllezërve mund të zgjasin gjatë gjithë jetës për personat e prekur,
duke rritur cënueshmërinë ndaj çrregullimeve të shëndetit mendor dhe problemeve në marrëdhëniet ndërpersonale. Shkaku i 6 për prishjen e lidhjes midis motrave dhe vëllezërve janë sëmundjet mendore dhe përdorimi i substancave. Problemet e shëndetit mendor dhe abuzimi me substancat mund të kontribuojnë në largimin mes motrave dhe vëllezërve në mënyra të ndryshme. Për shembull, njëri mund të mbajë distancë nga një motër ose vëllai që po lufton me varësinë ose me sëmundje mendore. Disa individ mund ta përdorin largimin si mënyrë për të përballuar problemet e tyre të shëndetit mendor ose përdorimit të substancave. Kjo mund të vijë si rezultati i stresit, të menaxhimit të situatës ose shqetësimeve për ndikimin që ajo mund të ketë tek anëtarët e tjerë të familjes. Problemet e shëndetit mendor mund të ndikojnë gjithashtu në aftësinë e motrave dhe vëllezërve për të komunikuar në mënyrë efektive, duke çuar në keqkuptime dhe konflikte që mund t'i largojnë ata nga njëri tjetri. Por edhe vetë largimi mes motrave dhe vëllezërve mund të jetë i vështirë dhe të çojë më vonë në probleme me shëndetin mendor dhe abuzimin me substanca. Dena, dua të rendisim në fakt edhe 3 shkaqe të tjera që janë bërë shumë të dukshme dhe problematike në shoqërinë tonë. Shkaku i parë është konflikti për pronësinë. Madje mund të themi se në shoqërinë tonë ky është shkaku numër 1. Edhe pse ligji flet për barazi, tradita shpesh kërkon që vajza të heqë dorë nga trashëgimia në favor të vëllait. Konflikti lind kur motra kërkon pjesën e saj ose kur vëllai nuk pranon ta ndajë atë që konsideron pronë të tjetërsuar. Kjo krijon një ndjenjë të thellë padrejtësie. Motra ndihet e dëbuar nga shtëpia ku rrit, ndërsa vëllai ndihet i tradhtuar nga lakmia e motrës. Kur pronat hyjnë mes vëllezërve dhe motrave, shtëpia e prindërve pushon së qeri një stre dhe kthehet në një gjykat. Shumë e dhimbshme, Arta, por e vërtet. Shkaku i dytë është ndikimi i partnerëve. Ky është shkaku më i diskutuar nëpër kafe. Shpesh dëgjojmë ishte vëllai i mirë derisa u martua. Kur hyn partnerët e rinj në jetë, prioritetet ndryshojnë. Një nuse që nuk shkon mirë me kunatën ose një dhëndër që ndjen xhelozi për lidhjen e ngushtë të gruas me vëllan, mund të bëhen murëndarse. Ata fillojnë të analizojnë çdo fjalë, çdo dhuratë, çdo vizitë, duke nxitur dyshime. Gjithsesi, mund të themi shpesh, nuk është partneri i keq ai që krijon përçarje në familje, por është paaftësia e vëllait ose motrës për të balancuar besnikërinë ndaj familjes së re me dashurinë për familjen e origjinës. Dhe shkaku tjetër për distancimin mes motrave dhe vëllezërve, që është shumë i dukshëm në shoqërinë tonë, është diferenca e standardit të jetesës. Kur njëri prej tyre bëhet shumë i pasur apo i suksesshëm dhe tjetri mbetet prapa, krijohet një ndek i rrezikshëm. Zilia mund të bëjë që motra ose vëllai më pak i suksesshëm të tërhiqet nga turpi ose edhe nga inati. Nga ana tjetër, vëllai ose motra e suksesshme mund të fillojë të sillet me arrogancë ose t'i shohë të tjerët si barë financiare. Paraja e ndryshon gjuhën e komunikimit. Në vend që të jenë mbështetje, ata fillojnë të masin se kush dha më shumë për prindrit apo kush bëri dhuratën më të shtrenjtë, duke e kthyer dashurinë në një transaksion bankar. Pasi kemi folur për të gjitha këto shkaqe të shkëputjes së lidhjes midis motrave dhe vëllezërve, ka ardhur momenti të ndaj me ju disa këshilla shumë miqësore për riparimin e kësaj marrëdhënieje. Këshilla e parë është dallimi mes faljes dhe pajtimit. Shpesh njerëzit mendojnë se të falësh vëllan ose motrën do të thotë automatikisht t'i rikthesh në jetën tënde si më parë. Por ne gjithmonë themi se falja nuk është një dhuratë që ja bën tjetrit, por një dhuratë për veten. Të falësh do të thotë të marrësh vendimin të mos e mbash më zjarrin e ndezur të inatit në duart e tua, sepse vetëm ti do t'igjesh. Ju mund ta falni vëllan ose motrën për atë që ju ka bërë, edhe sikur të vendosni të mos keni kontakt me të. Pajtimi kërkon 2 persona, falja kërkon vetëm 1. Këshilla e dytë është pranimi. Shumë gra vuajnë sepse kërkojnë tek vëllai ose motra e tyre një model që ata nuk e kanë. Rruga drejt shërimit kalon nga pranimi i personit ashtu siç është, jo ashtu siç do të donim ne të ishte. Duhet të pranojmë se ndoshta vëllai ynë nuk është mburoja që kemi dëshiruar gjithmonë, ose motra nuk është shoqja e ngushtë që shohim nëpër filma. Kur pranon realitetin, zhgënjimi fillon e zbehet. Shërimi vjen atëherë kur nuk keni më pritshmërinë se vëllai apo motra do të ndryshojë. Këshilla e tretë në lidhje me riparimin e marrëdhënieve vëlla-motër ka të bëjë me pyetjen: kush duhet ta bëjë hapin e parë? Shpesh të dyja palët presin që personi tjetër ta bëjë hapin e parë, por në marrëdhëniet e rritura, dikush duhet të jetë më i rritur emocionalisht. Hapja e një dere nuk të bën të dobët, të bën të lirë. Hapi i parë nuk ka pse të jetë një përshafim i madh, mund të jetë edhe një mesazh i thjeshtë: shpresoj të jesh mirë.
Ky mesazh tregon se muri ka një plasëritje ku mund të hyjë drita. Ndonjëherë shërimi mund të kërkojë distancë, sepse jo çdo lidhje gjaku është e shëndetshme. Nëse marrëdhënia me vëllain apo motrën është abuzive, manipuluese apo të shkakton ankth të vazhdueshëm, shërimi juaj mund të jetë pikërisht distanca. Nuk mund të shëroheni në të njëjtin mjedis ku po lëndoheni. Paqja me veten, duke qenë larg tyre, është po aq e vlefshme sa pajtimi. Askush nuk na e ka dhënë një manual se si të jemi motra apo vëllezër të përsosur. Kemi bërë gabime, kemi thënë fjalë që nuk i kemi menduar, e ndonjëherë kemi heshtur atëherë kur duhej të bërtisnim. Çështja është, a do të vazhdoni të jetoni me dhimbjen e distancës apo do të provoni të falni dhe të afroheni? Dhe ndërsa ju lëm të mendoni për këtë pyetje, ju ftojmë të qëndroni me ne për t'u inkurajuar përmes fjalës së Perëndis, pikërisht në lidhje me raportin motër-vëlla. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Po flasim sot për lidhjet e këputura midis motrave dhe vëllezërve dhe se si t'i riparojmë ato. Por a keni menduar ndonjëherë se Perëndia na dha motra dhe vëllezër dhe na i dha ata për qëllime të caktuara? Kjo është një pyetje e bukur, arta edhe shumë thelbësore, për ta parë marrëdhënien motër-vëlla nga këndvështrimi i Perëndis. Ne e dimë se rrugët e Perëndis janë të përsosura. Ai nuk bën kurrë gabime. Dhe motrat e vëllezrit janë pjesë e planit të tij të përsosur për ne. Shumica e njerëzve mund të mendojnë se jeta do të ishte më e lehtë pa motra dhe vëllezër, por kjo është pikërisht ajo që armiku dëshiron të besojmë për ta, sepse nëse e besojmë këtë, nuk do ta mësojmë kurrë të vërtetën. Për ta luftuar këtë gënjeshtër, le të përpiqemi të shohim qëllimin e Perëndis kur na dha motra dhe vëllezër. Dhe qëllimi i parë është ky: ne kemi nevojë për dashurinë e motrave dhe vëllezërve në kohë të vështira. Fjalët e urta 17:17 thot: miku të do në çdo kohë, por vëllai lind për ditë të vështira. Ky është qëllimi më i rëndësishëm. Kjo do të thotë se vëllai ose motra ka lindur për kohët e vështira të jetës. Ata janë këtu për t'ju ndihmuar kur keni nevojë. Ka shumë shembuj për këtë në Bibël. Mendoni për Jozefin, i cili arriti të shpëtojë gjithë familjen e tij nga uria, edhe pse vëllezërit e tij e shitën si skllav. Mendoni për Miriamin dhe Aronin, motra dhe vëllai i Mojsiut. Miriami i shpëtoi jetën Mojsiut kur ishte foshnjë, duke e ruajtur, pasi nëna e tyre e vendosi në një shport mbi lumin Nil. Ai kishte nevojë për motrën e tij. Në të dyja këto raste, motra dhe vëllezërit ishin aty për njëri tjetrin. Ata vunë jetën e tyre në rrezik për njëri tjetrin, lanë mënjan nevojat dhe dëshirat e tyre për tjetrin. Perëndia na dha motra dhe vëllezër sepse ne kemi nevojë për dashurinë e tyre për rritje dhe mësim. Shpesh ne nuk e mendojmë jetën si një vend stërvitjeje, por ajo është e tillë. Çdo moment i jetës na përgatit për tjetrin. Kjo është veçanërisht e vërtetë për marrëdhëniet me motrat dhe vëllezërit tan. Të mësosh të zgjidhësh konflikte, të përballosh keqkuptimet dhe të vësh nevojat e të tjerëve mbi të tuat, janë vetëm disa nga aftësitë që do të na ndihmojnë të komunikojmë mirë me punëdhënësit tan të ardhshëm, bashkëshortin ose bashkëshorten, miqt apo edhe fshinjët tan. Perëndia na ka dhënë motra dhe vëllezër për të na përgatitur në mënyrë të veçantë për një jetë që ende nuk mund ta kuptojmë plotësisht. Meqë nuk e shohim të gjithë pamjen, ne vetëm mund të besojmë se ai nuk ka bërë gabime në zgjedhjen e tyre. Perëndia na ka dhënë motra dhe vëllezër sepse ne kemi nevojë për dashurinë e tyre, për miqësi. Shpesh thuhet se motra dhe vëllezërit duhet të jenë miq tan më të mirë, por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Ndonjëherë ata janë kritësisht të ndryshëm, si Maria dhe Marta. Ndoshta ju kujtohet kur Marta i tha Jezusit se motra e saj, Maria, nuk po e ndihmonte me darkën. Ky mund të shihet edhe si rivalitet mes motrave në moshë të rritur, por ne shohim se ato të dyja kishin synime të ndryshme dhe mënyra të ndryshme për të shprehur dashurinë ndaj Jezusit. Maria donte të rinte pranë këmbëve të tij, ndërsa Marta donte ta tregonte dashurinë përmes shërbimit. Është normale që motrat dhe vëllezërit jenë të ndryshëm dhe nuk ka problem nëse nuk janë miq të ngushtë, në kuptimin që mendojnë dhe flasin njësoj për çdo gjë. Por kjo nuk e ndryshon qëllimin e marrëdhënies. Motrat dhe vëllezërit janë krijuar për dashuri dhe miqësi. Perëndia na ka dhënë motra dhe vëllezër sepse ne kemi nevojë për dashurinë e tyre për shërbes. A keni menduar ndonjëherë se e gjithë jeta juaj mund të jetë një shtys për përparimin e dikujt tjetër? Kjo mund të duket e çuditshme në kulturën e sotme, por këtë temë shohim shumë herë në Bibël.
Për shembull, Ester I kaloi shumë gjëra për të shpëtuar popullin e saj, apo Aroni. Ati u dha nga Perëndia detyra për të folur për Mojsiun. Kështu Aroni kaloi gjithë jetën duke I shërbyer vëllait të tij, duke folur për të dhe duke mbështetur shërbesin e tij ndaj izraelitëve. Njëherë madje ai mbajti lart krahët vëllait të tij, që Mojsiu të vazhdonte ta mbante shkopin lart dhe hiri I Perëndisë të mbetej me popullin e tij. Ky shembull I shërbimit është diçka që ne duhet t'u mësojmë fëmijëve tanë. Perëndia na dha motra dhe vëllezër sepse ne kemi nevojë për dashurinë e tyre si dëshmi. A keni menduar ndonjëherë marrëdhënien mes motrave dhe vëllezërve si një dëshmi? Marrëdhënia jonë me njëri tjetrin duhet të jetë dëshmi për botën. Kjo është një mundësi e shkëlqyer që drita e Krishtit të shkëlqejë përmes nesh. Nëse ne shkojmë mirë me njëri tjetrin, njerëzit do ta vënë re dhe do të pyesin. Kjo na jep mundësinë t'u tregojmë se vetëm Jezusi e bën të mundur të duam edhe kur përballemi me dobësitë tona njerëzore. Nga ana tjetër, kur ne si të krishterë nuk jemi të sjellshëm me njëri tjetrin dhe kemi marrëdhënie po aq të këqija sa gjithë të tjerët, çfarë mesazhi po japim? Mendoni për këtë. Dhe së fundmi, ne kemi nevojë për dashurinë mes motrave dhe vëllezërve për bekime. A mund ta shuani ju marrëdhënien me motrat dhe vëllezërit tuaj një bekim? Edhe pse ndonjëherë duket e vështirë për t'u pranuar, marrëdhëniet motër-vëllai janë gjithmonë një bekim. Dhe bekimi gjendet në miqësi, në mësim, edhe madje edhe në vështirësi. Bekimet e vërteta në jetë nuk vijnë gjithmonë nga gjërat e mira. Bekimet e vërteta ndonjëherë vijnë nga gjërat që nuk do të kishim zgjedhur kurrë të përjetonim, por për të cilat më vonë jemi shumë mirënjohës. Këtë mësim e shohim vazhdimisht në Bibël. Kështu, mund të themi se marrëdhënia mes motrave dhe vëllezërve është një bekim I çmuar, sikur jemi të rinj, ashtu edhe në moshë të rritur. Mikesha të dashura, ka ardhur koha të ndahemi për sot, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program, si dhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube, dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja që mendoni se ka nevojë për këto mësime. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.